Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën miratoi projektligjin që ngarkon çdo subjekt që zhvillon, prodhon, përpunon, trajton, shet ose importon produkte që gjenerojnë mbetje pas përdorimit, me detyrimin për t'i menaxhuar. Ministri i Mjedisit Sofian Jaupaj prezantoi projektligjin që ka si qëllim ngritjen e skemës së përgjegjësive të zgjeruara të prodhuesit, duke specifikuar se aplikimi i kësaj skeme është detyrim që duhet përmbushur nga vendi ynë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Prodhuesit dhe importuesit e produkteve që gjenerojnë mbetje nuk përballen me përgjegjësi të drejtë për menaxhimin e tyre pas përdorimit. Ky model jo vetëm që krijon një shpërndarje të pabarabartë të kostove, por ngarkon rënd buxhetin publik dhe pengon zhvillimin e një sistemi të qëndrueshëm, efikas të menaxhimit të mbetjeve. Në këtë kontekst, transpozimi i parimit të përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit përfaqëson një hap thelbësor drejt modernizimit të sistemit tonë të menaxhimit të mbetjeve. Është një qasje mjedisore e cila parashikon se prodhuesit dhe importuesit duhet të mbajnë përgjegjësi financiare dhe organizative për menaxhimin e mbetjeve që gjenerohen nga produktet e tyre gjatë gjithë ciklit jetësor, duke përfshirë fazat e mbledhjes, riciklimit dhe trajtimit fundor të tyre. Ndërkaq deputetët e opozitës votuan kundër, pasi kërkesat e tyre për përmirësime të draftit nuk u morën në konsiderat. Shkelje të drejtë kushtetuese, sepse konsumatorët individ dhe sipërmarrja mund të jenë subjekt dhe do të jenë subjekt i rritjes së ndjeshme të kostove në të ardhmen, sepse kemi shqetësim konkurrence në treg që mund të përballen me autorizime selektive dhe me karakter politik, sepse gjobat me intervale mund të nxisin korrupsionin dhe klientelizmin dhe në fund për mungesën e asaj qartësisë midis raportit bashki-privat. Ligji do zbatohet për rryma specifike të mbetjeve, që janë ambalazhet dhe mbetjet e tyre, bateritë dhe akumulatorët, automjetet në fund të jetës dhe mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike, ndërkohë që detyrimet kryesore të prodhuesit lidhen me financimin dhe krijimin e një sistemi për grumbullimin, transportimin, riciklimin ose një mënyrë tjetër të trajtimit të mbetjeve të krijuara nga produktet e tyre që ata vendosin në treg në Shqipëri. Po ashtu detyrim do jenë dhe investimet në infrastrukturën e grumbullimit apo zhvillimi i aktiviteteve të përshtatshme informacioni, ndërgjegjësimi, udhëzimi ose trajnimi për të informuar qytetarët në ushtrimin e të drejtave të tyre si konsumator.